Pra 5 vitet një qeverisje që i ka shkaktu Kosovës humbje. Unë së bëj më opozit me vetëvendosjen për shkak se u vërtetu që ata e kanë humbë një pjesë të besimit. Tani ne jemi në zgjedhje, i po leon që ka një qëndrueshmëri në për etafa, edhe nuk janë as elektorale, as pas elektorale, ju sigurojnë te. Ne e kemi kalu një periudhë vështirë gjithë si Kosovë, pa 5 vitet një qeverisje që i ka shkaktu Kosovës humbje, e vështirësi, e sfida, deri dhe te humbje në planin e partneritet me alatët tonë, si sankcionet nga BE, ndërprerjen e dialogu strategjik. Jo dene unë e kam kry detyrën time të opozitarit atëherë, unë tash nuk flas më si opozitar, unë po flas sot si ai që ka me ardhur në përgjithësi nesër, edhe cilat punë do t'i kry, pa detyrën, unë s'bëj më opozit me vetëvendosjen për shkak se u vërtetu që ata e kanë humbë një pjesë të besimit, realisht edhe ata janë opozit sot, nëse marrim nga zgjedhjet që shkuan ma shumë kishte vota të ne të partitë opozitare, unë sot e bëj në shaj respekti për qytetarën e Kosovës për proceset, pasi që e kam krye pjesën e parë, detyrën time, që ne kam bërë realisht me besim plot edhe për fat keq shumë për atyre që i kam hanë vërtetohen me pasojat ose me gjendin që ka Kosova, e si kisha pas qef me mdal fjala në gjitha ato që më ka dalë. Tani, unë flash sot vetëm si qeveritari nesër, si dikur që i duhet me i kry punë të Kosovës. Pra, kjo është ajo. Aleanca dhe unë angazhohemi për qeverin nga opozita, për ndryshimin në vend, edhe nëse do ta kisha nderin me udhëheq këtë qeveri, betohem që do t'i kry punë e Kosovës, ashtu si dikur, që i kam kry disa punë shumë të shtira, si rasti i pamarësimit energjetik Kosovës, rasti i Trepçës ose Trepça dhe ushtria. Pa janë disa punë të shtira për Kosovën për para, synoj me i kryje. Pa gjua im është gjua ati që do të qeveris nesër, nuk është mo gjua opozitari edhe nuk jam opozit, mo. Se realisht edhe nga zgjedhjet që shkuan, opozita është vetëvendosje. Kisha dashur vetën numër 55, Albin Kurti është pyetur për mundësinë e bashkëpunimit me AK-n dhe LDK-n. Vetë 55. A mund bashkëpunoni me zotin Haradinaj apo me zotin Abdigjiku në të ardhmen? Unë kam qenë në kuvend të Kosovës, ju dini çfarë, çish muj me kërkuar ta bashkëpunim me mua të thonë Kurti është i Serbisë e i Rusisë. Cila pjesë? Për njeri që e keni quajtur njeri Rusisë e i Serbisë, edhe tek fundi për punën e Radojčićit. Tani shumë qëndrime ose për me shpjegue damet e mënyrës si ka punue qeveria që ka shku realisht që se ka marrë beshimin me vazhdu, mund t'i marrim 3 shembuj për me bo krahësim. Ma jetë për mena, pavarësimin energjetik. Ne kim pas të përfundum transmisionin e lartë me Shqipërinë, po s'mujshim e shtin në shfrytëzim, a e pagujshim kredin për rreth 1 milion euro në vetë pra transmisionin e lartë, njëjtën kohë pagujshim 8 milion serbis për transmisionin e energjisë në nivel veni.